Të pak ka zgjatur seanca ditën e sotme në GKK sa i përket dosjes Meta, ku tashmë kjo seanca paraprak është shtyrë sërish më datën 5 dhjetor, ku në fakt arsyeja për cilën është shtyrë kjo seancë ka të bëjë pikërisht me marrjen e një tjetër avokati pra mbrojtjen, bëhet fjalë për avokatin Gylsen Zhlima, i cili gjithashtu tashmë do të mbrojë zotin Meta në këtë proces dhe ndërkohë duke qenë në këto kushte, atëherë u bë edhe shkak i shtyrjes pasi avokati ka kërkuar kohë që të njihet edhe me aktet e dosjes. Seanca ka zgjatur vetëm pak, ka nisur rreth orës 12:30 minuta, ndërkohë nga ana tjetër gjatë ditës së sotme teksa vetëm pak minuta më parë kemi ndjekur edhe fjalën e avokatit të tij mbrojtës zotit Cakrani sa i përket një tjetër çështje, 21 janarit, ai është shprehur se edhe më herët një reagim që ka pasur zoti Meta ka kërkuar që të merret në pyetje për këtë çështje, për cilën ai tha se ka pikërisht dokumenta dhe gjëra me vlerë sa i përket hetimit lidhur me këtë ngjarje për cilën tashmë vijojnë hetimet nga ana e strukturës së posaçme antikorrupsion. Tashmë mbetet për të parë se çfarë do të vendoset në çështjen e radhës në seancën paraprake, nëse do të vendoset që dosja të kalojë për gjykim apo do të rikthehet për hetim të mëtejshëm. Në këtë dosje tashmë janë marrë të pandehur përveç ish presidentit të vendit Ilir Meta, po ashtu edhe bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, nëna e saj Fatime Kryemadhi, Piro Gjigjo dhe Ema Çoku. Kujtojmë se SPAK në fakt mbylli hetimet në fund të korrikut dhe nga ana tjetër dosja kaloi për gjykim në fillim të gushtit sa i përket veprave për cilën akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Ditën e sotme ndërkohë thimi ka qenë i pranishëm edhe vetë në seancë zoti Meta, për cilën edhe më herët avokati tha se tashmë do të jetë i pranishëm edhe në seancat e tjera.